Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u bëri thirrje serbëve nga Kosova që të votojnë për listën serbe me 28 dhjetor, për siç tha ai, mbrojtësit e vërtetë të popullit serb në Kosovë. Duke folur në konferencën e ambasadorëve në Beograd, Vučić tha se ambasadorët duhet të përfaqësojnë politikën e Serbisë dhe se në kohët kur filluan me një valë të re të njohjesh, për ne Kosova është pjesë e Serbisë, ishte dhe do të jetë në përputhje me Kartën e Kombeve të Bashkuara dhe rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Duke e drejtuar ambasadorëve të Serbisë në botë, ai theksoi se pozicioni i ambasadorit nuk mund të jetë një çështje konformiteti i dikujt, por këmbgulje në luftën në nivel të përditshëm për interesat e Serbisë. Ne inkurajojmë institucionet e Kosovës të tregojnë fleksibilitet në përparimin e procesit të normalizimit me Serbinë. Ky do të jetë fokusi dhe kjo do të jetë qelsi i çdo përparimi drejt aspiratave euroatlantike dhe drejt sigurisë afatgjate në të gjithë Ballkanin Perëndimor, tha zëvendësari sekretarja e përgjithshme e NATO-s Radmila Shekerinska në një intervistë për Kosovo Online. Rruga drejt paqes së qëndrueshme është politika, theksoi Shekerinska dhe shpjegoi se NATO-ja përfshirë përpjekjet e KFOR-it në terren vazhdon të mbështesë fuqishëm dialogun në kujdesin e Bashkimit Evropian dhe pret që Beogradi dhe Prishtina të marrin pjesë në të me mirëbesim. Kosova dhe Serbia duhet të normalizojnë marrëdhëniet e tyre, tha për AFP-n kryeministi i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti. Ai deklaroi se ekziston një marrëveshje për normalizimin që duhet të zbatohet, që nuk kupton njohje të ndërsjell ose të paktën njohje de facto. Ai deklaroi se tashmë ekziston një marrëveshje për normalizimin dhe duke folur për dialogun me Serbinë, tha se Serbia duhet të dorëzojë Mila Radojčićin në mënyrë që dialogu të vazhdojë dhe shprehu shpresën se Bashkimi Evropian, Franca dhe Gjermania do të ushtrojnë presion mbi Beogradin për ta bërë këtë. Seanca paraprake në rastin e 3 serbëve të akuzuar për sulmin në kanalin Iber Lepens, Dragisha dhe Jovan Vicentijević dhe Igor Dimović filloi sot para Departamentit Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë, por bazuar në kërkesën e mbrojtësit për përjashtimin e prokurorit publik Bekim Kodraliut, gjykatësi Veseli Ismaili ndërpreu urgjentisht seancën dëgjimore derisa prokurori të jep një deklaratë mbi këtë kërkesë. Avokatët e vëllezërve Vicentijević, Neboj Shavllajić dhe Miloš Delević u thanë gazetarëve se prokurori veproi në mënyrë të anshme gjatë hetimit. Vllajić theksoi se ai paraqiti kërkesën për përjashtimin e prokurorit publik sepse ai neglizhoi rënd detyrimet e tij dhe për të vepruar objektivisht në procedurë dhe siç pretendon ai, nuk mori provat që mbrojtja propozoi një vit më parë. Avokati dhe ish prokurori ushtarak Dragan Pashić deklaroi se kryeministi i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti është kundërshtar politik i udhëheqësve të ish UÇK-s që po gjykohen në Hag, por se ai po përdor emrat e tyre në fushatën zgjedhore sepse është i vetëdijshëm se nuk ka mjaftueshëm mbështetës për të rifituar pushtetin. Pashić tha për Kosovo Online se deklaratat e Kurtit për UÇK-n janë politike për shkak të numrit të madh të pjesëtarëve që mbështesin atë organizat. Siç thoi ai, Kurti nuk kërkon heqjen e gjykatës speciale në Hag, por vetëm lirimin e 4 udhëheqësve të UÇK-s. Juristi i Fondit për të Drejtën Humanitare Amer Alia theksoi se gjatë fushatës zgjedhore partitë politike përdorin çdo strategji të mundshme për të arritur të votuesit, përfshirë edhe udhëheqësit e ish UÇK-s që janë në gjyq në Hag. Sipas fjalëve të tij, ata politikanë që morën pjesë në konflikt gjatë viteve të 90-ta ende përdorin atë në fushatën e tyre zgjedhore edhe sot. Sigurisht që dëgjojmë deklarata të cilla në çdo fushat, unë kisha më shumë merit, nuk ishe më shumë merit, unë isha në luftë dhe ti nuk ishe në luftë të ngjashme, tha Alia për Kosova Online. 5 persona, përfshirë edhe një fëmijë, u lënduan në një aksident trafiku që ndodhi këtë mëngjes në rrudare pranë Zveçanit në autostradën Mitrovica-Rashka, siç tha për Kosova Online Munish Avdia, komandanti i policisë së trafikut për rajonin verior. Në aksidentin u përfshin 2 automjete, një policor dhe një civil. 2 oficerë policie u trajtuan në spitalin e Mitrovicën e Jugut, ndërsa një grua, një fëmijë dhe një person tjetër u transferuan në një nga automjetet civil në
në qendrën klinike spitalore në Mitrovicën e Veriut. Shkaku i aksidentit të trafikut po përcaktohet dhe hetimi është duke vazhduar. Moti nesër do të jetë me vranësira dhe i ftohtë me shije e borën e male pritet të rritet mbulesa e borës ekzistuese dhe në zonat me të ulta formimi në nivelit e vogël. Do të fri erë lehtë e doptë mesatare nga juglindja shumë e fortë në pjesën e Koshavës. Temperatura mëngjesit do të jetë nga 0 deri në 4 gradë Celsius.